Pas incidentit të bujshëm në Big Brother VIP Albania, ku gjesti u godit nga Jos Marku në transmetim live, një tjetër personazh i njohur, Gbani, ka reaguar me emocione të forta. Në një video të publikuar së fundmi, ai shfaqet i përlotur dhe i del hapur në mbështetje gjestit, duke shprehur keqardhje për gjithçka ka ndodhur. Ai pranoi se edhe vet ka bërë gabime në të kaluarën, por dhuna ndaj gjestit ishte e pajustifikueshme. O gjes, o yll, o drit, o njish, o bish. Sa do durosh më shumë? Je i papar. I fole mamit dhe babit direkt dhe u the jam mirë. Se di gjest po e pe ndonjëherë këtë video, duhet të dish se jam me ty plako për këtë gjë. Okej, hape derën, nuk ka lidhje, jemi të rritur për ta kuptuar se është lojë nervash. Mënyra se si mori hovë me tërë forcë ishte goditje me të dhemë dhe me të gjujtë. Sot e kam bërë syrin operacion, sa herë lotoj më dhemë, edhe për ty lotova. Të kam shumë gjanë dhe atë gjë nuk e meritoj gjes, gabim kam bërë dhe unë që të kam shtyrë, por kjo që ndodhi sot, jo kur asnjëherë. Të përqafoj shumë me gjithë respektin dhe familjen tënde, keni solidaritetin tim. Mu dhimbë se nuk e meritoje, ti je tipi që ngacmon, kjo është loja. Më vjen keq për atë që ndodhi, nuk dua asgjë nga karriera jote, ke rrugën tënde, unë timen. Të dua shumë, uroj të jesh shumë mirë dhe të lumtë, përlotet, shprehet Gbani.